Prej ditës së djeshme ka hyrë në fuqi moratoriumi 2 mujor i ndalimit të gjuetisë së peshkut në liçenin e Ulës dhe Shkopet, në zbatim të urdhrit të ministrës së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural Anila Denaj, numër 306 datë 28/3/2025, ndalimi i gjuetisë së peshkut në këto dy liçene do të bëhet nga data 25 prill deri më datë 25 qershor, për t'i dhënë mundësi peshkut krap që të lëshojë vezët dhe të ketë shtim natyral të tij. Për këtë moratorium janë njoftuar të gjithë peshkatarët e licencuar dhe që janë pjesë e organizatës së menaxhimit të peshkimit Ulës, që prej ditës së premte, specialistët dhe punonjësit e drejtorisë së politikave dhe programeve të peshkimit dhe akvakulturës, organizatat e menaxhimit të peshkimit, drejtorisë së autoritetit kombëtar të ushqimit, policisë së rendit dhe policisë bashkiake, kanë nisur monitorimin në terren të këtyre dy baseneve ujore për të ndaluar rreptësisht dhe për të çuar paraligjit të gjithë ata persona apo grupe peshkatarësh që thyen moratoriumin e ndalimit të gjuetisë. Gjithashtu, këto struktura ftojnë qytetarët që të denoncojnë çdo rast të gjuetisë në këtë periudhë, pasi është në paligjshmëri të plotë.